Horoskopi për ditën e premte 29 maj 2026. Dashi, ndihet një lloj trazimi në ajër që po ju bën të nxitoheni, por mos u shqetësoni, sepse dyert e reja po hapen. Ditët që po vinë ju shtyn të merreni me shumë gjëra njëherësh, por shpirti po ju kërkon qetësi. Disa punë të vjetra që kanë mbetur pezull ose problemet e vogla në shtëpi mund t'ju mërzisin pak sot, sikur gjithçka do të duket sikur po bëhet lëmsh. Në fakt nuk është dita për t'i vënë rregull çdo gjë me zor. Kujtoni ëndrat që keni dhe gjeni një mënyrë tjetër më të qetë për të realizuar gjërat. Nëse i ndinjoni dëshirat tuaja, nervozizmi do të rritet. Merreni shtruar, bëni durim dhe ndajeni kohën me të tjerat. Përmes bisedave të ngrohta me njerëzit, do të ndjeni se po ju kthehet besimi dhe shpresa për të ardhmen. Ngjyra me fat, ngjyrë argjend. Orari më me fat për ju është 10 deri në 12. Demi, po afron një kohë e mirë për të rregulluar marrëdhëniet, i dashur Dem. Ndikimi i Diellit dhe Jupiterit po ju sjell dëshirën për të dëgjuar dhe për të shtrirë dorën e pajtimit. Do të ndjeni shtysën t'u shkruani apo t'u flisni njerëzve të afërt, qoftë për gjëra të thjeshta, vetëm për t'u treguar se jeni aty për ta. Muhabetet me vëllezërit, motrat apo fëmijët do të ngrohen dhe do të rregullohen. Do të jeni plot optimizëm dhe fjalët do t'ju burojnë natyrshëm nga shpirti. Megjithatë, nëse doni të ndërtoni diçka të sigurt, mendja juaj po fluturon tek mundësitë të reja. Fuqitë tuaja sot mund të luhaten, ndaj mos kërkoni të pamundurën nga vetja. Gjeni mesin e artë. Ngjyra me fat jeshile. Koha me fat 14 deri 15:30. Binjakët. Sot mendja juaj po punon vetvetiu tek punët e përditshme dhe shëndeti, pasi hëna po kalon pikërisht aty. Kur të rregulloni gjërat e vogla rreth vetes, do të ndjeni se po ju ikën një barr nga shpirti. Është një ditë e bukur për t'u lidhur me njerëzit dhe për të shijuar jetën. Të tjerët po shohin më të mirën tek ju tani. Ju dëshironi të përmirësoni jetën tuaj dhe rruga e duhur po vjen përmes ndershmërisë dhe bujarisë. Por bëni kujdes se një përplasje e vogël mes Diellit dhe Jupiterit po sjell një dëshirë për të shpenzuar para pa mendje apo për të bërë gjëra të tepruara. Ato dëshira që vijnë papritur sot nuk janë ato që ju duhen vërtet. Ngjyra më me fat, blu. Koha më me fat 9 deri në 10:30. Gaforja. Sot po afron nevoja për të mbyllur pak në shtëpi dhe për të çplodhur pranë familjes, sepse hëna ju kërkon të qetësoheni. Megjithatë, keni një energji kaq të ngrohtë saqë edhe kur lëvizni apo takoni njerëz, dini si të ruani paqen tuaj të brendshme. Dielli, udhëheqësi juaj, po ecën krah për krah me Jupiterin dhe kjo po ju jep një shtysë të madhe përpara. Po zgjohet dëshira për të gjetur lumturinë e vërtetë dhe puna në grup mund t'ju falë kënaqësi. Po i jepni më shumë vlerë shpirtit dhe po kërkoni kuptimin e vërtetë të thellë brenda vetes. Kujdes nga fjalët e kota apo këshillat e gabuara që dëgjoni në rrotull. Merreni shtruar dhe me butësi ditën sot. Ngjyra më me fat është kafe. Koha më me fat 12 deri 13:30. Luani. Sot po afron nevoja për të mbyllur pak në shtëpi dhe për të shplodhur pranë familjes. Megjithatë, keni një energji kaq të ngrohtë saqë edhe kur lëvizni apo takoni njerëz, dini si të ruani paqen tuaj të brendshme. Dielli, udhëheqësi juaj, po ecën krah për krah me Jupiterin dhe kjo po ju jep një shtysë të madhe përpara. Po zgjohet dëshira për të gjetur lumturinë e vërtetë dhe puna në grup do t'ju falë kënaqësi. Po i jepni më shumë vlerë shpirtit dhe po kërkoni kuptimin e jetës së thellë brenda vetes. Vetëm kujdes nga fjalët e kota apo këshillat e gabuara që mund të dëgjoni në rrotull. Merrni shtruar dhe me butësi. Ngjyra më me fat, jeshile. Koha me fat është mesdita. Virgjëresha. Me hënën që po lëviz tek sektori i fjalëve dhe takimeve, sot do të jeni në lëvizje dhe të lidhur me botën. Keni nevojë për biseda të ndryshme dhe po jepni shumë dashuri planeve tuaja. Njerëzit po afrohen tek ju sepse po gjejnë qetësi dhe shërim në praninë tuaj.
Jeni plot shpresë dhe të gatshëm t'u falni gabimet të tjerëve. Dielli dhe Jupiteri po ndihmojnë njëri tjetrin për t'ju hapur rrugë të reja dhe për të ndrequr diçka që nuk shkonte në jetën tuaj. Një synim i vjetër tani po duket i arritshëm. Kujdes mos e teproni me besimin e verbër. Qëllimet tuaja janë të larta, por gjeni kohë dhe për miq që ju rrethon. Ngjyra më me fat është e zezë. Koha më me fat është 11:15 deri në 13. Peshorja. Sot po vjen një moment ku duhet të mblidhni veten dhe të gjeni qetësinë tuaj shpirtërore. Megjithatë, rreth jush ka një energji të bukur që ju fton të zbuloni gjëra të reja. Çdo gjë që ju hap mendjen dhe ju jep përvoja të reja, po ju tërheq si magnet. Jupiteri po ndriçon talentet tuaja, sidomos ato që lidhen me punën dhe karrierën. Mbajini sytë dhe veshët hapur sepse po afrohen mundësi për të rritur në detyrë apo për të zgjeruar një punë tuaja. Besoni tek forcat tuaja. Mund të keni mirënjohje nga të tjerët ose të udhëhiqni një projekt. Gjërat në punë po lehtësohen, por me që nuk keni ende një plan të qartë, ecni pak ngadalë. Ngjyra me fat është bojqielli e lehtë. Koha më me fat është pasdite. Akrepi. Hëna po udhton përsëri në shenjën tuaj dhe kjo po ju bën të ndjeni në harmoni me ritmin e ditës. Po ndjeni një dëshirë të fortë për të treguar atë që besoni dhe parimet tuaja. Mund të ndodhë që të udhëhiqni dikë ose t'ju jepet rasti për të udhëtuar dhe mësuar gjëra të reja. Mos premtoni më shumë nga ç'mundeni, vetëm nga që sot jeni në qef dhe optimist. Bisedat me miq do t'ju mbushin me gëzim. Do të kuptoni se si të kontrolloni një pjesë të vetes që dikur ju bënte dëm dhe kjo po ju jep forcë. Mos shihni përpara drejt lidhjeve dhe punëve të reja. Mos u nxitoni të hidheni në zjarr pa parë më parë se ku po shkelni. Ngjyra me fat është kafe. Koha me fat është 18 deri në 19:30. Shigjetari. Me hënën që po qëndron sërish e fshehur në sektorin tuaj të qetësisë, sot po afron koha për të mbushur bateritë e shpirtit. Megjithatë, yjet po ju ndihmojnë shumë në marrëdhëniet në çift dhe në bisedat me të tjerët. Njerëzit po tregojnë bujar dhe po sillen me një frym mirëkuptimi që në fakt po ju ngro zemrën. Megjithatë, dielli që lidhet me Jupiterin, udhëheqësin tuaj, është e pamundur që ju të mos bini në sy sot. Do të marrësh lajme të mira ose do të kuptosh më mirë ndjenjat e një personi të shtrenjtë. Të tjerët po ju besojnë me sy mbyllur. Kujdes, vetëm mos u nxito, sepse mund të shpërndani energjinë dhe mund të mos mbaroni punën asgjë. Ngjyra më me fat është e verdhë. Koha më me fat 20 deri në 21:30. Bricjapi. Hëna po qëndron tek pjesa juaj e shoqërisë dhe kjo po ju shtyn drejt momenteve pa stres dhe pa presion. Po afron një kohë e mirë për të zgjidhur ndonjë hatërmbetje në punë ose me njerëzit që ndani përditshmërinë. Jeni në një disponim të mirë dhe muret e mërzisë po rrëzohen. Ka mundësi të tërhiqni njerëz që ju admirojnë për punën dhe ndihmën që ju jepni. Dielli dhe Jupiteri po bëhen bashkë për të lidhur punën me ndjenja. Kur tregoni mirësi, shpirti juaj do të mbushet plot. Nëse lini dikë tjetër të marrë lëvdata sot, kjo do t'ju jap dorë për përfitime më të mëdha më vonë. Mos synoni aq lart sa të dorëzoni rrugës. Ngjyra me fat është bezh. Koha me fat 13 deri 14:30. Ujori. Ditët po sillin një energji të fortë për të rritur, për të kujdesur në ato punë që ke patur më shumë qejf. Po ndihesh sikur je frymëzuar në dashuri apo në gjërat artistike që bën. Koha e lirë dhe argëtimi po marrin vëmendjen kryesore. Çuditërisht, njerëzit po ju lënë rehat të bëni atë që doni. Jeni duke gjetur zgjidhje shumë të zgjuara për disa probleme praktike dhe për shëndetin tuaj. Vetëm se duhet të përqendroheni pak më shumë. Shpresa që keni brenda vetes ju ndihmon në shërim. Mos u nxito, mbaj një ritëm të qetë gjatë kësaj dite në çdo punë. Ngjyra me fat
Besh, koha me fat është paraditja. Peshqit. Sot hën apo udhton në pjesën tuaj të aventurës dhe lirisë, duke sjellë një shikim më të mirë për jetën dhe më shumë optimizëm. Gjithashtu, një moment i fortë për të forcuar lidhjet me familjen, ju fal gabimet që keni bërë dhe ju bën që të besoni më shumë tek ta. Po merrni në dorë frenat e shtëpisë dhe po ndiheni krenar për jetën tuaj private. Siguria dhe stabiliteti tani po bëhen qëllimet tuaja kryesore, ndërsa fjalët ju dalin lirisht nga zemra. Provoni diçka të re sot në vend që të bëni të njëjtat gjëra të përditshme. Lërni imagjinatën të rrjedh, por kujdes, mos u hidhni në vendime të nxituara pa u menduar mirë. Ngjyra me fat jeshile, koha me fat 17 deri 18:30. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.